Fjala islam është fjale gjuhës arabe që nënkupton el-istislam, wal-inqiyad, wal-khudu'. Nënkupton në aspektin gjuhësor për ulje, nënshtrim dhe dorëzim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është në aspektin gjuhësor. Sikurse që Allah azza wa jall i tha Ibrahimit alayhis salam, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Kur i tha Zoti i tij Ibrahimit, dorëzohu, nënshtrohu ndaj Zotit, tha Ibrahimi aslamtu li rabbil alamin. Ju dorëzova, ju nënshtrova Zotit të botrave. Andaj kjo në aspektin gjuhësor. Kurse në aspektin terminologjik islam, të nderuar vëllezër, fjala islam në aspektin shariatik i ka dy kuptime. E para është el-islam el-kauni, islami kozmologjik, që nënkupton dorëzimin dhe nënshtrimin e krijesave ndaj Allahut azza wa jall për gjitha caktimet dhe kaderet që i ka bërë për ta. Dorëzimi dhe nënshtrimi i krijesave ndaj Zotit fuqiplot për gjitha caktimet dhe kaderet kozmologjike që i ka bërë për ta. Andaj, krijimi qiejve, krijimi tokës, krijimi maleve, krijimi pyjeve janë në dorën e Allahut azza wa jall. Dhe njeriu nuk ka kurfar kompetence dhe kurfar aftësie dhe fuqie që të ndërhyjë në këtë lloj krijimi. Dhe vetë krijimi i njeriut në formën cilën Allahu azza wa jall na ka krijuar neve është islami kozmologjik, pra ku njeriu i dorëzohet dhe i nënshtrohet Allahut azza wa jall, sepse neve nuk kemi mundësi kur që të ndërhyjmë në krijimin ton. Andaj edhe pasurinë, edhe riskun cilën na ka caktuar Allahu azza wa jall, ne nuk kemi mundësi që të ndërhyjmë në të, sepse është në fuqinë dhe në kompetencën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Fizionomia jon, pasuria jon, të njëjtën kohë edhe caktimi i vdekjes ton është dorëzimi jon kozmologjik që ja bëjmë Allahut azza wa jall, sepse neve nuk kemi kurfar qasje dhe kurfar fuqie për të ndërhyrë dhe për të ndryshuar diçka në krijimtarinë e Allahut fuqiplot. Andaj, ky është lloji i parë i islamit, islami kozmologjik. Kurse lloji i dytë i islamit, të nderuar vëllezër, që ky na intereson më shumë, dhe ky është definicioni që neve kërkojmë si musliman dhe pjesëtar të kësaj feje e islamit, është, të nderuar vëllezër, siç kanë thënë edhe dietarët, nënshtrimi dhe dorëzimi ndaj urdhrave të Allahut fuqiplot dhe largimi nga idhujtaria. Nënshtrimi dhe dorëzimi ndaj urdhrave të Zotit fuqiplot dhe largimi nga idhujtaria. Për këtë arsye, të gjithë pejgamberët e Allahut azza wa jall kanë bë pjesë në këtë lloj të islamit. Pra, duke ju nënshtruar Zotit në urdhrat e tij dhe duke u larguar nga idhujtaria, duke u larguar nga të bërit shok Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj të gjithë pejgamberët me popujt e tyre, dhe vetë Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam me popullin e tij dhe ummetin e tij hynë në këtë lloj të islamit. Për këtë arsye, të gjithë pejgamberët e Zotit kanë qenë musliman. Ani pse kanë dalluar legjislacione të cilat i kanë pasur, por Zoti u ka zbritur libra dhe të gjithë kanë dëshmuar se janë musliman, sikurse neve që jemi musliman, të njëjtës fe, të njëjtës metodologji, për të arritur kënaqësinë e Allahut fuqiplot.